Desha të them të përsërisë fjalët e kongresmenit, i cili ka një moment atje kur thot ka ardhur koha për korrigjim. Është hera e parë që thuhet për reformën në drejtësi. Domethënë gjithkohës është ndrojtur atuja. A ka ardhur kjo kohë sipas teje? Po patjetër. Unë mendoj se ka ardhur në disa drejtime. E para ka ardhur për shkak se u pan se çfarë ndodhi. E dyta ka ardhur se është maturuar mjaftueshëm si e mira dhe e keqja. Dhe e treta ka ardhur momenti kur askush nuk mund të thotë mos e prekni më drejtësinë, se drejtësia, domethënë organet e drejtësisë kanë prekur veten, domethënë kanë mohuar vetveten në shumë elemente të vetën. Në radhë parë kanë mohuar vetveten në procedurë dhe i qëndrojnë idolit të ligjit, por procedura realisht çalon. Ligji është procedurë në fund fare. Po, prandaj se e thot dhe Hopsi, mos u merrni thot me natyrën e ligjit, mos u merrni me natyrën e ligjit, po merrni me procedurën. Kështu që pse është koha që pyesni ju se duhet ndryshuar. Duhet ndryshuar. A duhet ndryshuar? A duhet ndryshuar. Nuk pyeta pse, thash a. Mendoni që ka ardhur koha që tani po thonë pse. Po. Pse duhet ndryshuar? Shkove hapë tuti, okay. Duhet ndryshuar në radhë parë që nga themeli ku ishte një eksperiment. Edhe ne duhet ta marrim si një eksperiment. Pavarësisht se në Afrikë, në Europë, në Ballkan janë ndërtuar gjykata speciale, janë ndërtuar prokurori speciale. Por për ne kishte specifikat e vetë dhe prandaj mund thuash se pat një eksperiment. Shikoj, eksperimenti nëse nuk e kemi vënë re, po eksperimenti me drejtësinë speciale ne na ka rënduar si komp, na ka rënduar si shtet, na ka rënduar si njerëz. Pse? Sepse gjykata speciale, prokuroria speciale ndërtohet në shoqëritë e vendeve të treta. Është defekt i madh. Në vende kriminale. Është defekt i madh. Por ama vinim nga i drejtësi krejt e shpartalluar dhe e pranuam. Edhe Romania Romania e botës tretë ishte. Ligji procedural. Edhe aty duhet të mbërësita që... Po. Tani, shikon, ne na lëshuan në atë pozitë dhe e pranuam me kënaqësi se po bëjmë drejtësi. Megjithatë, edhe nga ai pozicion. Do të ishte gjeti formë si ndërhyrje tash. Jo të shpyet në spat, i është hyrë pyet në spat, e ka udhë gjithë pyet. Tani ke ardhur në këtë pikë. E ka pranuar ky njeriu këtu, që është ky njeriu këtu. Dhe në fundit e di se kjo gjë ka ndodhur. Kjo gjë ka ndodhur që tregohesh me gisht që ti ke gjykatë speciale. Në ditën që do jesh në Bashkimin Evropian, s'do kesh më gjykatë speciale. S'do kesh më prokurori special, do jesh njeri, do jesh i barabartë me Europën. Sot ne nuk kemi të barabartë përkundër se jemi në humner. Atëherë, brenda kësaj humnere nuk kemi